isha i mirë, apo isha i keq, e mbajta 10 vjet me bukë. Kur e mora në fillim edhe dhem në gojë nuk ish. E punon dhe me lek, Manjolën. Gruan tënde? Po, e punon dhe me lek. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të gjithë ju që kërkoni të bëheni pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Samos dhe në fakt kemi qenë disa herë në Samos këto kohët e fundit për një histori të një çifti që janë divorcuar dhe akmerren me njëri tjetrin. Bëhet fjalë për Ervis Begaj dhe Mariolën, bashorten e tij. Kjo e fundit u largua nga bashorti duke akuzuar se ai e dhunonte, ndërsa Ervisi akuzoi se ajo iku dhe gjeti një të dashur. Por emri të dashurit që u përmend nga Ervisi, quhesh Geni, reagoi përpara disa kohëve dhe tregoi të vërtetën që po kishte një marrëdhënie disa mujore me gruan e Ervis Begaj. Ervisi e ka ndjekur live-in kur e dëgjoi të dashurin e gruas dhe kërkon sot që t'japi një përgjigje Genit, por për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur Genin kur ishte live me mua nga Igumenica e Greqisë, e shikojmë në këto momente. Paka shumë folëm, tha që me burrin jemi të ndarë, rrim bashk, po rrim thjesht për fëmijët, po kërkon të punktin Igumenicës ishte për tikur, e kupton, nuk ishte se unë e mora nga ai apo. Edhe ja atje filluam që unë njohëm, kurse ai fliste me tjetër. Ai kishin kështu, kishin të prishur familjen këta faktikisht. I gjej shtëpi këtu, ja pagoi unë shtëpinë, si gjithnjë. Për shtëpinë e parë që më ka dhënë ishte një vajzë e mbledhur, e krusur, dukesh si një vajzë e keq trajtuar. Edhe filloi me marrëm të shtëpia, atë natë lindi një histori dashurie po. Më vonë pastaj fillojnë, më thoshte kjo që më gacmon ai më ban ande këtej merr të gjithë janë telefon ai këtë. E kam marrë Ervisin, i kam thënë ka 13 vjet, i kam thënë sa kërcënon një grua. Më ka thënë po të gënjen, nuk janë njerëz, nuk janë mirë, më ka thënë i ke të gjithë ke fis budallën. Pastaj kam marrë edhe një tjetër, i kam thënë mos i kërcënon më, se do të vi poshtë puna. Kur ka ardhur ajo, si thot ai që ka marrë lek me vete, ajo 20.000 euro, ajo s'kishte lek me vete. Kur ka ardhur pa lek fare. Filloi një marrëdhënie bashkë, kemi dajtur rreth 5-6 muaj bashkë. Pastaj kemi filluar zankat. Filloi nëna saj po mbante këto llafet ju andej, po këtej ju. I thash nuk do ndryshme në jetë. Ti më nuk dua më të shikoj, këtej kam punuar zbor. Asaj kam punuar zbor, e kam shar. Nënën e Mariolës. Nënën e Mariolës unë e kam shar, i kam futur fëmijët, ta ka pështuar në balkoni. Do thuash pse? Do thuash pse? Jo, ke shumë të drejtë. Unë jam shumë gabim. Kjo është arri larg meje, sepse ajo minte i fuste unë gjithnjë. Unë isha në shtëpi saj, i mora gjërat e mia, u ngrita ika. Aty fillova ta kuptoj çfarë personesh, i fillon të ndarje, filloi të kuptoj çfarë personesh. Çfarë kish bër? Më kish marr Facebook-un. Shkruan të gjitha mesazhet e mia. U shkruante njerëzve që vetëm që t'ia fshija. Merja me të mirë, me andaj kësaj shante njerëz. Merrte njerëz, do thoshte njerëzit që ai është budalla, ai është kështu ai. Fshinte një Facebook, hapte një Facebook tjetër. Do dërgonte mesazhe. Je budalla. Je i çmendur. Nuk je për asgjë. E shumë gjëra të tjera. E dëgjuam këtë të ri i cili tregoi dhe nuk e mohoi, tregoi që kishte patur një raport me gruan e Ervisit, Mariolën, kishin bashkëtuar disa kohë, por tashmë ishin ndarë. Kon që të reagoi ditën e sotme dhe t'i përçoi një mesazh ish të dashurit të gruas së tij, kështu që hap dritaren dhe e ftoi. Ervis, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni ju? Mirë, unë jam i kënaqur nga juve, nga shteti shqiptar, që jam qendror Geni, se nuk më besonte njeri vetëm Zoti i lartë nuk besonte. Pra, ju e keni parë kur Geni i dashuri i gruas, ish i dashur gruas, hyri në live me Odetën. Po. Si u ndjeve, sepse ai tregoi gjithë historinë aty. Nuk e di u treguai sinqert apo jo. Gjoptu ja, nuk e di si se unë zi të shkoj emrin tim, ju jeni që jam në shkollë. Se unë si të thash, një fillim që si më thoshte jam e Manunjolo si mere mësoj, unë këtë dhja ta mësoj, nuk jam Europat, për një ditë pune të tjetëri. Ai e thoshte ka, ishte erdi Manjola, thoshte me 3 karta, kishtë 20 euro në gjepë. 20 euro në gjepët, unë ba një fëmi sot. Fëmijët e mi që vinë sot, që vinë shkollë, një dije pandaruna, 10 euro imi të njeri, 10 euro imi të tjetëri. Por ju e akuzuat Genin që lekët e tua i ka ngrënë ai. Pra, i dashur gruas më ngri lekët, the kur ke qenë në live me Odetën për herë të parë. Geni reagoi dhe tha që unë nuk kam ngrënë lekët e saj, po e kam mbajtur me lek Mariolën. Dëgjoftu ja, unë me maman e Manjolës me Edën, flas mos si motra me vllain, mos i çunin tim. Nuk ka me mama e Manjolës.
Mere fol, flas akoma. Mere I thoj, edhe më tha që për zotin e madh, nuk kom të quna, më tha që Ervis, ai edhe Artani ka folur, dhe nuk do për mes e emra, më tha që ai çonte me lek. Si e çonte me lek? Kur tha, e punon dhe me lek, Manjolo. Gruan tënde? Po, e punon dhe me lek. Po më thuaj që I dashur e kanë nxjerrë në rrugë Mariolën? Po, punon dhe me lek. Më ka thënë mama Edës, mere Edën në telefon, mama Manjolën falë, më ka thënë që punon dhe me lek. Po si? Iku e para. Më falë, iku e para, se ti me shkollë, unë s'di. Po nuk ka lidhje shkolla nuk ka lidhje shkolla tani në mënyrën e jetesës. Po. Më falë një minutë. E pesi ta, më mori Facebook-un ta flisë me holandeze, me I të huaj. Fliste Manjola që I voti Facebook-un gjeni. Po. Po. Unë këtu nga që kam për 5 ditë kam gjyqin. Fola sot me avokatin që për punë lekve. Po unë s'be do të gjetë se jam pa letën. Ama të di një gjë. I kam shkruar në koment. Gjeni nuk e keni parë, kam dhënë numrin e telefonit. I kam shkruar shumë gjëra, I kam thënë vetëm një gjë. Unë jetoj në Sambull, në Shqipëri, jetoj në shoh njeri. Më mirë, na me ato lekët. Ose më merr telefon ta posim pa ato lekët. Se jeta është e gjatë, vetëm mal nuk takoj. Do thosh ti vetë. Ervisi, ti pretendon që lekët ai të kthej lekët. Unë I dua të dy palë. Tani që ti jemi, Ervisi, që ti jemi gjak. Mi më mirë, unë e di që ti punon aty dhe I ke duar gjak, se më ke treguar dhe foto se si kishe duar të çara nga puna. Më fali më futi me tokë me Genin, si e budalla, nuk e di se çfarë gjë, s'u nisha pa letra, ka kaluar vitin psikolog. Parti e ka marrë letrën e shmetat. Por të sqaroj diçka dhe të jemi dhe korrekt. I ke dhënë që borxh le Genit ti? Genit jo, I pati lek, I pati Manjola, gjitha. Po pra, po ty ta ka fajën gruaja. Ajo iku të mori lekët dhe iku. Çfarë të ka I tjetri ty? Edhe që thash me pak fjalë, më fal për shprehjen, falë thash rrafin e keq për fëmijët, thash edhe fjalën e keq për fëmijët sepse Geni vinte këtu, unë s'djegje. Jo, ndalemi pak se dua ta rikujtoj atë moment kur Manjola ka qenë në live me Odetën dhe më ka hapur telefonin dhe të kam dëgjuar zërin. Po. As me një se kam ndrotuar. E nuk e di që janë të mitë fëmijët e mi. As në klasë fare për fëmijët, as fëmijët e mi, as fëmijët e Merlinës. A dëgjon çfarë thot për fëmijët e tij? Qote burra I del këtu para meje dhe I thotë gjitha. Jo me ty vetë. Të dali këtu janë, lajk me mua. Ai ka vajte gjeti gjinet tjetë, grua tjetër dhe fliste para fëmijës atij dhe dëgjonte fëmijës e gjithë fëmijë. Edhe kur vjen nga puna dhe më thoshte djali babai flet me dashnore. Ashtu më thoshte djali ma. Qofse është gatshëm të dërgoj lek për fëmijët, atëherë do shohim a do t'ja lë fëmijët apo jo. Të ka marrë malli për babin. Jo. E dashur Mariola, ai tha se ju e kishit bllokuar në telefon, e keni bërë blok numrin e tij. Blok e bëra se shante. Prandaj. Tani është e rëndë që një baba të flasi për fëmijët e vet me atë lloj fjalori, është e rëndë o Ervis. Jo, do më falësh, po flasi mote, ku të thosha unë ty ai që iku me dashnori nuk beson asnjëri. Gjeni ka qenë Samos. 100% ka qenë Samosi. Mirë, gruaja, o Ervis, o të lutem, o Ervis, e këtë gjë nuk arrit të kuptojnë burrat. Gruaja mund të tradhtojë mo dhe s'ke ç'a bën. Si as I pari as I fundit. Po ka divorc Ervis. Po ka divorc. Ndahesh, por aman fëmijët nuk kanë faj. Por I natë gruas shajnë fëmijët ne. Po kjo është skandal. Është skandal. Isha I mirë, apo isha I keq e mbajta 10 vjet me bukë. Po të la fosh mund si nen, e mund si motre ka marrë me I pak prek. Nuk mund t'i kujtosh bukën gruas që ke patur, se tani në martes t'i kujtosh bukën, nuk e mbajta me buka, ajo nuk ishte tani, edhe ajo punonte. Vjeni tani që e mori, ti e ngi dekët e nëzërë në rrugë. Pse nëzërë në rrugë? Ti e mori e mbajnë mbajnë. Pa mua ka thënë mama Edës, ja I, mama e Manjolës, Eda, unë flasë akoma me Edën. Eda është zhvira juaj. Me njëse ty nuk ka përgjejtoshe të t'i prasë vlanë. Vlaj nuk ka faj. Po më ish vjera juaj e ka ditur që vajza dite punonte në rrugë dhe nuk reagonte? Ajo në mori shpi, se punonte me leka I qeni, a I maskaraj. Po I thoj, I dërgoj mesazh maskaraj, jeta është e gjatë. Unë në datën 20, po nuk bera do të gjetu, 21 për I se du njëm Shqipëri. Unë atin e kalë ku jeton a I, do pyes, do besh, po I bën një thirrje prapë, vetëm do ta bësh publike. Live jemi Ervis.
like, bravo. Do t'i thosh gjen kështu, më ka thënë, dërgonë mesazhe revisi, mos hasmëri. 1 vit e 2 vjetë, po të kem frym do ta 50 vjet. Unë dua lekë. Më dha lekë do t'jap dorën e po bera do t'ja, ai do më fusi burr për jetë. Unë dua gjithë që më hengi. Të dy, si banjolla gjeni. Për sa lekë bëhet fjalë Ervis që t'ka marrë gruaja nga shtëpia? Futën për banka, parte për 30.000 euro. 25-30.000 euro. Po mi mo ti si a dhe gruas 30.000 euro dhe i the ik me të dashurin? Po s'kisha lek më motër, nuk kisha pashu, nuk kisha kartë banke. Unë punoj si qenë, unë punoj të zezë. Nuk punoj në tani ti punoje dhe lekët ja i dhje gruas në bankë? Po. Dhe I të gruja në bankë. I mori të lekë dhe iku? Të më gjeni. Ishtë të dy ata i fusi për tjilë, po futën më nga burë. Që më qonë në vati beri dhe nacin, që ose kam qëlluar, që ose kam kapu dhe në kajt. Se atris telefon me gjeni, nishe libre, shtun dhe i tjetëri. Sa i hengi lekta në zënë rrugë. Unë në thasha në pari vizë besonit që tiste me gjeni. Por gjithsesi Geni tregoi që kishte pasur një marrëdhënie me Mariolën, me nusën tënde, kishin bashkëtuar disa muaj dhe nëna e saj ishte shkaku që u ndan. E tregoi ai. Madje kishte pasur edhe një konflikt me Edën, me nënën e Mariolës. Nuk ish konflikt, e mirë të çonte me lekë. Unë flas me Edën, flas akoma. Eda tani çaj bënte se Eda e shkret, se do fëmijë. I qartë, situata është e rëndë, e kuptoj. Të veta punoj në përpleq. Më falë për shprejnë 5 euro, pëse motra nuk ka, se vetë gjohës ka dhe besë. Po të kërje munesët me rrëtë sociale, do të rojë figurën dhe do të rojë të ati në quën besë atit. I vi mirë atit, po t'i vi turp t'i vi. Jam e madha kërstiot, është jam e dhe fjerat është e mua. A i pisi. Unë do t'jetë live to janë. Unë i kam shonu me telefonin time, po do t'jape në telefon, kam pej me flasë telefon me mua. Ervis, unë dua që ditën e sot me të përcjellin mesazhe, le të themi hasmërie, nuk është e denjë të themi këto gjëra. Nëse ka ndodhur kjo situatë, padyshim që Mariola merr përgjegjësitë e veta, ai merr përgjegjësitë e tij, se Mariola nuk është 16 vjeçë dhe ai e mori prej dori dhe e nxori në rrugë. Do më falësh një minutë. Edhe kjo që është, që këto ta që donë të dy, mund të jetë edhe loj. Do të pse mund të jetë loj. Jetë loj për punë lekësh. Se çfarë thot Manjola, pse si kthye Manjola Geni? Po nuk kthye Manjola Geni se pse i ka rënë lekët. Po se janë bërë ka disë çka kanë lodhur. Nuk di se çka kanë lodhur. Por ajo që më bëri habi. Më fal, dy fëmijë, më fal për çfarë? Dy fëmijë të vegjël. Me asnjë vend të botës në Greqi, nuk kam qenë në Shqipëri, nuk kam 4 vjeç në Shqipëri nëna e babait. Me asnjë vend të botës që të mbaj nëna fëmijët të babait, për me gjallë, që unë jam i gjallë akoma. Se si tash e vjet. Po të jetë ditë ne fëmijët e mi, unë do t'jap aty tot 7500, unë do t'jap 1000, do shkroj poshtë dua burr. E po nuk e bëra burr, do të mund ti, ta bëj burrun me ligj. Ervis, ajo që nuk kam lekë ta bëj burrun me ligj. Ajo që mua më bëri habi ishte që Geni tregoi që ishte ndarë keq me Mariolën dhe të përkrante ty. Këtë sarita të kuptoja unë, i dashuri bëhet me burrin e të dashurës dhe dalin kundër Mariolës. Po pse letra polosin edhe i vetë polosin burlan vetë me mua. Po pra. Unë vetëm me duart lidhur nga snam tuja, që kam 20 të ca vjet nga Greqi, herë parë kam me duart lidhur. Unë do ta gjej të drejtën tuja. Po nuk e gjë të drejtë ju se çfarë do bëj. Si për Manjolën për Geni. Po jo shumë për Manjolën që është me 2 ama të dini Geni, do martohet nesër, si po rritet fëmijët e mi jetim. Unë aty Geni do t'ja lë fëmijët jetim. Një vit, po të 50 vjet. Ervis, të lutem, nuk është ky mesazhi që duhet të përcjellësh sot. Unë e kuptoj që je i irrituar, ai të ka shkatruar familjen, por duhet të mendosh një gjë që nuk ka vetëm ai gabime, i ka gabime dhe Mariola. Nuk e di, unë dua pjesën time. Unë i kam thënë Genit edhe kam frytëm në atë, unë jetoj në Samos, në Shqipëri, jetoj në Gorishok, Fieri. Jeta është e gjatë. Unë e kam njerëz, e kam motrë, kam tezën më, ku kam shumë njerëz. Një Shqipëria është një vend i vogël, ka është një vend i vogël. I të më kthej ato lekët, gjyqi i policisë shqiptare të lutem që ta mbyllim me fakt. Ky është mesazhi që ti përcjell Genit, që më kthej lekët. Unë dua lekët e mi. Vjeshtën time. Pastaj të ç'a doj. Do të jap dorën, jam burr, jam mund. Ai havën e tij, unë havën tim. Ama nuk më dhanë parat që ka punuar si qenë, ku pa bukë.
e zhorë të... Nuk e di si se të bëj. Po mirë, me Mariolën, me Nusen, me ish Nusen se tani jeni ndarë, ke folur, se ajo ti ka marrë lekët, asaj dy t'ja kërkosh. A i gjenjeti, nuse e shtu po punon. Ja më këtu më dhe shpis. A i ka hapën e saj, më ti ma ashtu nuk më një intereso, fare se qa u gan. E shtu ma njërë, po punon Samos. Pse ka ardhur Mariola në Samos? Po punon tu Samos. Sa ditë po bën Mariola që ka ardhur në Samos, se ishte në Igumenic kur foli me mua. Sa ka ardhur? Ja 15 ditë ka. 15 ditë ka. E ke takuar? Unë jam martua para. I A martuar. ka jetën e saj, i kam thënë. Jo, nuk nga punë nuk e kam të takoj. Nuk e dua, se edhe polici. Po jo ta takosh për qëllimet ç'a mendon ti. Ai ke takuar për fëmijët, more, se janë fëmijët e tu. Po i zonjë dashur. I kam bërë dënacim në kryeplak fshatit. Nuk i ka vajtë policia të punës, i kam thënë ku janë rrojnë apo s'rrojnë komisionë së ditë ç'a bëjnë. E nuk e që ka bërë policia, mirë policia dhe i kryeplak fshatit. Kam bërë dënacim tuja. E natën ja për 5 ditë është gjyqi. Fëmit gjoktuja, fëmit janë se ta plejt, po ta ki njësë, fëmit në ndejti. E ke dëgjuar të live-i kur fëmijët kanë folur për ty? Ka folu keq fëmit për mua, më falë për shpresë e më thonë Manjola të me popageni, si ta shë vetë. Fëmit ishë ndejti. 8 vjetë që ishe i voqëri, si ta shë i manë ka problemet e veta. Unë fëmit i lanja, unë fëmit i ujbe buk, unë fëmit i zja e qiro, unë fëmit i bërë, stoj qa nuk më gëtë, jo, për fëmit kam blerë tokë tu, ja, du bëj shpisit, kam thënë, për fëmit. O dhe ta unë bazë, ta lenë bërë atë tokën, edhe Manjola, tokë me gjithu hajë dhe, unë jam burë si jam mu. Po jo, Ervis tani nuk është vetë gjyqësia, po ta përsërisë shumë herë. Nuk është vetë gjyqësia zgjidhje. Ka drejtësi, ka gjykat, do ndodhi divorci, do t'i jepen të drejtat si baba, nuk është nevoja të shkosh në vetë gjyqësi, Ervis. I lutem policisë shqiptare, i lutem gjykatës shqiptare Tiranës, unë dua vjesën time, moj motër. Dua vjesën time. Si në Ageni dhe në Manjola. I dashur Ervis, Mariola unë e pyeta që pse nuk e lë dy fëmijët të flasin me babain, por ajo e tha, kur të më paguaj parat, atëherë do i lë fëmijët të flasin me babain. Unë i kam dërguar lekët e gjohë si të Ageni. E gjohë si të Ageni, kam dërguar lekët për më parat. Po nuk i do në bankë që të dukem, nuk i do me rëstëru, i do më bankë, unë s'kam kartë bankë. Pyetja ja bu lekë Manjolës. Aj se ja doli djetë, se unë i thash, pa iku, që për një vit do fillosh të qash. Do më rikoj, do lutesh, do jo se kam problem, se kisa lekë më bankë. Baron parat, filloj tani po qash për lekë. Hajtë mos ja të rëgoj, që do e stakovar. Ajo hapë në sënë, ku do vete ta fëmi, do vete duan anglisht, duan rëngisht, duan shkollë, duan njerën, duan vaksinat, duan çdo gjë. Si do e si Manjol? Me të bredu 50 euro tu, e 10 euro atje, e 30 euro atje, beri mirë ma Manjolës që qëndoj. Se gjenet problem. Po mirë, mama e Mariolës Eda, ka kontakte me të bijen? Nuk e di. A e ke pyetur ti, se ti më the që me ish vjerën flas? Unë flas. Ajo më thash në Samos shu, po thëmë. Po mirë, e ka pyetur ajo vajzën pse e pengon Ervisin për fëmijët? I ka thënë një herë. Dhe çfarë i ka thënë? Të dërgoj lekë. Unë i kam dërguar lekë, kam thëtë mua më falë për shprehje, nuk shqip bludhë me toaletet mua. Gjujë pëse t'i pash në lekë kanë në rregullisht. Sa ku... Gjuna para të fëmijët. Po, për fëmijët më vjen keq dhe mua, sinqerisht dhe për fëmijët më vjen dhe keq mua. Po e vej me shumë vend para të fëmijët, se po një për kokën time unë jam shumë mirë. Unë punën e kam, shpinë e kam, gruan e kam, i kam çdo gjë rregull, nuk mund asgjë. Po pse je martuar? Po. Sa kohë bë? Një 7 muaj. Bashkëton, besoj, se martesë ligjore nuk e bër akoma se nuk e ndarë me Mariolën. Pas ta se do vi Shqipëri të bëj Çilibrin. Të trashëgohesh dhe mije të lumtur. Rosh. I di ajo problemet e tua. Asë nuk kam folur fare Mariolën dhe të rasë, nuk duhet të flasë. I kam thënë gjithmonë duhet të lekë të mija, djesë që me hejnë. Jo, nusja e re, i di problemet e tua me 2 fëmijët. Po, i di. E qartë. I dashur Ervis, unë jam e sigurt që të ka marrë malli për 2 djemët. Nuk kam marrë malli për 2 djemët e dua vjesën time. I lutem policisë Tiranës edhe tyja, edhe i dërgoj mesazh papagenja, të lekim hengi mua, do t'i bëj kancer. Se jeta është e gjatë. Nes do ma... Si po rritë fëmijët e mi jetim, që ku t'i fëjmë të keqe a i gjeni, do t'i rritë fëmijët e gjeni jetim.
ka dhe motra, ka dhe mbesa si ta edhe vetë. Mos kujto se mendja është shumë, mendi kur zgjurujesh. Pastaj thonë njerëzit që vati shqiptar, vati vërtet shqiptar me një tjetër, po, vërtet shqiptar me një tjetrin, dhe vërtet punë parash. Po, atë kokrën e grurit këtu duhet ta mbaj mirë o Ervis. Po. Se po na ikua kokrën e grurit, pa të dyshim që bëjmë skandale. Por tani, duke ditur që ke nisur një jetë të re, je martuar, nuk ka kuptim të bësh skandale. Mundohu që gjërat të zgjidhësh me ligj, se është ligji ai që vepron. Dua lekët. Mbrapa. E qartë, po këto lek du t'ja kërkosh ish gruas. Ajo ti ka marrë. Ish gruas kujto të mesë ish gruas në ishin emrin e saj, se unë i kam ish gruas. Ish gruaj me 2 vjet. Po ky është gabimi jot, që nuk ishte një llogari të përbashkët në emrin tënd dhe në emrin e saj, dhe çfarëdo që të ndodhte, të paktën do merrje pjesën tënde. Ti ja ke hedhur gjitha në emrin e saj. Ajo fati jot i keq. Dashuroi një tjetër, i mori këto para dhe iku. Po. Edhe mirë atë, po miq, ishte 3 karta, thoshte ai Legeni, edhe thoshte që nuk ishte evron kish në për karta. Pa, asa vëm sa i bën rruga këtu, do të kishte evro deri në Gumenic. Ai tha ja pagova unë të gjitha, edhe hotelin atin. I ka paguar sytë e tij të Potsas, i ka paguar ata, në ata të fshatit që është ai aty, se ne njohim shumë mirë, se ne jemi shumë afër. Po nëse jeta është e gjatë. Te mesazhi dërgoj Geni. Mi kam dhënë numrin e telefonit, me ai telefon për të burrë, kam çuar punë koment. E pa kërkoj me qirit. I dashur. Do t'i thosh Geni nga thënë Ervisi, mos hasmëri. Unë të pak i lash 2 mbrapa. Edhe po presë 2 binjak 4. Oh, pse shtazan gruaja? Nuk më intereson me jeta ime. Po jo, tani dale, se po bësh baba me binjak. Gruaja 2 të shtatzan dhe ka binjak. Ke dhe 2 fëmijë të tjerë me Mariolën, tani thirriti pak mendje so Ervis, se do të bësh pak i përgjithshëm. Nuk mund të arrish në ekstreme. Nuk ka kuptim, të lutem. Lërja ligjit, ti akoma nuk e... Jo, më dëgjoj pak me vëmendje, sepse po të dëgjoj. Ti akoma nuk e divorcuar. Do bëhet divorci, dhe në momentin që ndodh divorci, gjykata do vendosi kujdestarinë e fëmijëve dhe do t'i jepet e drejta edhe ty si baba. Dhe Mariola do respektoj vendimin e gjykatës, nuk ka nga t'ja mbaj në momentin që ndodh divorci. Nuk beto të jetë s'kam qilibrim, pra ne ka timoni Mariola ndorë. Atëherë do i drejtohesh gjykatës për njohjen e atësisë. Dhe në momentin që bëhet njohja e atësisë së fëmijëve, është një lloj sikur gjykata do vendoste pas divorcit kujdestarinë edhe jo më motër se unë kam thirrur këtu atë nuk do ta bëj. Po lëre çfarë thot ajo, i drejtohesh ti gjykatës. Ajo të pretendoj çfarë të doj, ti ke të drejta të plota të drejtohesh gjykatës për njohjen e atësisë së fëmijëve. Dhe në momentin që bëhet njohja e atësisë së fëmijëve, gjykata të jep të drejtën si baba, të drejtën e detyrimit ushqimor, të takimit të fëmijëve. Mariola le të pretendoj çfarë të doj, i bën ti këto veprime. Nuk i bën Mariola. Më jesh tur 2026 në të dojnë do budalliqet, dhe shikoj shumë për YouTube vrasje budalliqe pse. Por mos dalim në ekstreme, të lutem, unë nuk dua të përcjell mesazhe të tilla kur në live-et e mia. Kur e mora në fillim edhe dhem në gojë nuk ish. Edhe dhem në gojë të flas unë si motër. Kur jam martuar una se nuk dua të shprem tani. Kamati kam paguar komplet lekë të bufesur në asaj manjor se s'kishën të hanjin ata, doli na uzina japi. E kam thënë mamas time që kam bler vetë unë, kam bler lekë të mia. E qartë, të kuptoj situatën, por Ervis... Si ma ben zoti i lartë, se një vit e po qam për lekë, zoti i lartë shikon. Zoti. U të shmale me fëmijët, i pe fëmijët në live. Në i pash pa fëmijët në live, nuk shumë s'ka folur, si nëzira. A u të shmalet paktën e me zërin e tyre? Tani është tu ajo, fëmijët i ka Gumenic, i ka berë shuja dhe nasim. Po fëmijët me ki kalën në Gumenic? I kalën të jema, po këtu me ligjë nuk lejo, më duhet ka i vajti polësia mblojt e lokali, eshtë tu apo ju du të njej. Po mirë, në momentin që Mariola është në Samos dhe fëmijët janë në Gumenic, pse nuk i thoi vjerës të hapi kamrën dhe të flasësh me fëmijët? I bera të rëndësim këtu direkt, sa mora vesh që jetë këtu i bera të rëndësim të shkuja kuja fëmijët, se fëmijët nuk lejon me gjyshen, si është në kur është nëna. Po me nëna më rëbërë. Me që Mariola ka 2 javë që ka ardhur në Samos, kush është mesazhi që do i përcjellësh? Po më duhet ka një javë, më duhet ka iku se i vati policijet dhe më rëzjek punonte, se i bera atu dënësimuna, në avukat. Çfarë mesazhi do i përcjellësh Mariolës sot? Unë i dërgoj mesazh Mariolës më tejt e këmbras, pas, tok me Geni. Në kokën e tyre të hanë të dy. Të bashkohen, ata jetë në tyre dhe unë jetë time. Unë dua lekë të mjetë, jetë time.
Të paktën gjysmat e tekve I dua, që ka punuar si qenë. I dashur Ervis, ne do vetemi bashkë në kontakt, nëse ti kërkon njohjen e atësisë, patjetër mund të vish në Shqipëri dhe unë do të ndihmoj të bësh këtë procedurë. Por jam e sigurt që Mariola I ndjek live-et e mia, e mori këtë mesazh, edhe Geni e mori këtë mesazh, ty të uroj shumë fat me gruan e re, qofshi lundur dhe uroj të bashkohesh me fëmijët. I dërgoj një mesazh Genit, I thoj Ervisit të ka muftuar. Si sot, si nesër, si pas po të kem frymë 50 vitet, a e kam tukën. Po të më kthej lekët, jam në ta burra, jap dorën, a I havën e tim, havën tim. Unë dua vjesën tim, ka punuar si qenë. Kam iku me një kafe, ka punuar ditë e natë. Të më kthej para të dy, ata jetën e tyre, unë janë time. Asgjë tjetër Geni. Se nesër pas nesër do martohet Geni. Si po rrit në fëmijët e mi jetim, do rrit në fëmijët e Geni jetim. Të lutem. Se mos të Geni do t'i rikoj motrën, mos të motra do t'i rikoj mbesën, mos të mbesa do t'i rikoj vllain. I thoj Genit në rikoj letë, I lutem shumë. Të lutem, qetësau. Mirë, do mbetemi bashkë në kontakt Ervis, të përshëndes nga Tirana. Këto mesazhe janë una Geni, se u mirë telefon me thurje dhe më shante në motra. Unë jam burr, si jam unë jam çka numrin në koment te juve. Ervisi të ta ka ftuar se mua në rreth veshit. Si një vit, e si 2 vjet, po të kem frymë do ta pres 50 vite. Të lutem. Mirë, do mbet Shqipëria një dorë vendesh, Shqipëria. Ku do të vej? Një dorë vendesh Shqipëria. Kthem lekët, I thoj, jap dorën, ai havën e tim, havën tim. Unë uroj më të mirat për ty, uroj që gjërat të zgjidhen me marrëveshje dhe të përshëndes Ervis. Të përshëndes, mirupafshim. Faleminderit. Mirupafshim. Mirë dashur miq, e dëgjuam Ervis Bega, I cili I ktheu përgjigje ditën e sotme ish partneri të gruas Genit dhe Mariolës. Urojmë që të qetësohet Ervisi I irrituar, ai duhet të respektojë ligjin, të presim vendimin e gjykatës, bëj njohjen e atësisë dhe gjithçka të shkojë mirë dhe Mariola duhet ta kuptojë që duhet të zbatojë çdo vendim gjykate dhe mbi të gjitha fëmijët kanë nevojë për dashurinë e nënës dhe babait dhe uroj më të mirat për 2 fëmijët e çiftit Ervis dhe Mariola që fatkeqësisht janë ndarë me njëri tjetrin dhe kanë ngritur një lumë akuzash për tradhti bashkëtorë si Mariola për Ervisin, por edhe Ervisi për Mariolën. Urojmë të bëhet më e mira. Mirë, do vazhdojmë të qëndrojmë sërish së bashku live dashur miq, pasi ditën e sotme do të hapër dritare për një zonjë e cila është duke më pritur dhe do të japi një informacion për një fëmijë të zhdukur. Të gjithë besnikët që më kanë ndjekur në programet e mia e njohin historinë e Juliana Hoxhës. Kjo është Juliana Hoxha, vajza 6 vjeçare, e cila u rrëmbye në mes të Tiranës në 12 mars të vitit 1992 përpara 34 viteve që u rrëmbye dhe nuk u mësua asgjë për fatin e saj. Kjo histori është trajtuar gjatë në programin tim pa gjurmë, një nën që qan ende dhe pret për të bien e saj të marrë një lajm, një informacion. Ajo që dihet është se Juliana me një tullumbace të vogël po kthehesh për në shtëpi, një makinë, një Benz, qëndroi në këmbët e saj, zbriti një grua dhe me forcë ka futur në makinë. Fëmijët e kanë parë ngjarjen dhe u dyshua për një rrëmbim. Shumë njerëz e panë që vajza e vogël u rrëmbye, por ishte viti I trazirave 92 në Shqipëri. Policia bëri kërkime, por nuk gjeti asnjë gjurmë për Juliana Hoxhën. Gjatë viteve në pagjurmë që është trajtuar kjo histori, kanë mbritur shumë informacione se u rrëmbye, u dërgua në Greqi, u dërgua në Itali, por deri në momentin që flasim, asgjë nuk është mësuar për fatin e Juliana Hoxhës që ka qenë vetëm 6 vjeç, ku u rrëmbye në kryeqytet, në mes të Tiranës. Një grua emigrante në Itali, e cila shërben si padante në një familje italiane, dyshon se familja ku ajo ka punuar dhe ka shërbyer për 6 vite, vajzën që e kanë rritur është shqiptare, mund të jetë e rrëmbyer dhe ata e kanë birësuar dhe mund të jetë Juliana Hoxha, pasi sot ajo në një moshë madhore ka një ngjashmëri të madhe me nënën e saj. Por çfarë ka dyshuar kjo zonjë? Unë do hap dritaren, do e ftoj, sigurisht që imazhi I saj do jetë I mbuluar, sepse në të tilla raste ne na intereson vetëm informacioni, kështu që e dëgjojmë këtë informacion për Juliana Hoxhën.
ti ke një informacion që ka të bëj për Italinë, për një vajzë që dyshohet se mund të jetë shqiptare dhe është birësuar. Për mua unë mendoj se është vajza Juliana. Juliana Hoxha. Unë mendoj. Për mua është ajo, për mua. Po pse e dyshon? Sepse ajo e kishte në datën, mendoj që Juliana duhet ta ketë o në 4 o në 6, ajo e kishte në 4 ditëlindjen. Ishte e njëjti vit, i njëjti mosh. Dhe në një pozicion, duke për muhabet, sepse vinte ku vinin këta në det, ta lafos nga afër dhe unë kam gjitha fotot dhe për fat të mirë unë kam bërë një gjë, i kam marrë flokun. Unë gjepa lart te dhome saj dhe i kam marrë flokun dhe e kam në Vlorë. Vajza është rritur në Milano, është martuar në Spanjë, është mësuese. Jo mësuese, por është si punet e jemës, është organizon në një universitet të Spanjës, organizon viaxhot. Po mirë, ju keni mësuar që është fëmijë i birësuar apo thjesht e dyshon ti? Jo, nuk ngjan fare as me ti jem as me ti atë. Një herë ka thënë kaq, se burin e ka policë. Një herë tha kaq. Un kam 3 mbiemra tha. Vajza ka bredhur gjithë botën. Nuk e kanë lënë vajzën 1 minutë nëse është ajo në një vend. Dhe kam dëgjuar nga veshët dhe ajo i përtitje jema, çfarë thua mojta, emrin ja kanë vënë Alesia. Po. E ke parasysh? Një herë tha kështu, kam vrapuar një herë nga mbrapa i quajta se ishte babi, tha, dhe o ba në busët detit. A i ktheu kokën dhe si ishte baba im, tha. Ajo, një radhë. Një radhë tjetër, tha që mua, tha, më mbante mamaja jote, i tha, më mbante të mbyllur në errësirë mua dhe djalin e dajos, tha. Qa i ke këto, moj Alesia, i tha ajo. Unë këto që kam kaluar, i tha. Do me thënë se ajo vinte rreth 15 ditë nga Spanja në Itali dhe vinte tek neve. Me gjithë shoqi, me gjithë lindi dhe një vajzë tjetër. Ka 2 vajza. Unë mendoj se është ajo. Por pse dyshon? Për të mos... Po sepse ka një farë ngjashmërie. Me nënën? Jo, ta tregoj unë foton, i kam këtu unë fotot gjitha, o kam nisur juve. Fare me ti jemën. Po fare jema është një qiplëk e zezë, nuk është fare, jo. Unë nga jema që nuk ngjan as i jati. Fare. Në çfarë vendi të Italisë është ky çifti? Ata janë Milano. Janë në... Vajza është martuar, prindrit me i fjalë. Për të thënë prindrit. Ja, ky është dyshimi im. Të them 1000% nuk kam bërë, vetëm kam rrezikuar, por kur kam vajtur prapë për të parë te këri mos i mirja flok tjetër, nuk kishte asnjë fije. Disa herë më kanë thënë çfarë më shet me atë telefon. E kupton? Janë ca gjëra ndoshta të vogla, por kanë një domethënie të madhe. Masi dhe gabuar qofsha. Ti te kjo familja sa kohë punove? 7 vjet, 6 vjet e gjysmë, 6 vjet e pak derisa vdiq plaka. Plaka nëna e saj? Jo, ishte, ajo e kishte vajzën plaka e ndarë në burë, e kishte vajzën e kunatit. Vajzën e mbesës, si të ke mund, si të ke ti qukën e aspektat, ta mendoj mirë. Një kujdesur për një familjar të tyre, e qartë. Janë parente, janë të një mbiemrin anë e burrit, po janë njerëz me nivel të lartë. Ti ke punuar në këtë shtëpi, italiane për 6 vite. Vajza në ato 6 vite aty ka jetuar? Jo. Vajza ka jetuar në Milano, unë kam jetuar në Firenze. Ti ke jetuar te familja tjetër? Por gjeta tani që vdiq plaka, i gjeta blokun e martesës për të kapur ku është kjo kish. Në qoftë se është ajo. Ti dyshon që ky çifti italian ka birësuar një vajzë shqiptare, vajza që jeton në Spanjë? Për mua nuk është e birësuar. Vajza, se po t'ishte e birësuar, do dilte hapur që është e birësuar. Por ata nuk e linin mojo deta. Moj një sekond rriti me njëri. Moj po i rrin kështu, mbita. 1 sekond. Ajo tani është e rritur, jeton në Spanjë, është e martuar dhe... Jeton në Spanjë, është e martuar, disa fjalë që ajo ka thënë,
Mua më kanë quar tek ajo vajzë. Por ti më the ka ngjashmëri, ti dyshon se ngjan me nënën e Julianës? Për mendimin tim po. Ka trupin e saj të gjatë. Duhet ketë dhe baban të gjatë, se mbaj më shpejt kur e nxirr ai Dashtino. Po, e vërtet është trajtuar që në atë kohë tek ai emision Juliana Hoxha. Kam ardhur te Kunati, të kam takuar ty aty, njëherë për Kunatin tim se humbi në det. Shpejt, kur ishte ai Dashtino. Dhe unë mendoj, mos qofsha gabuar, por kam bërë gjën më kryesore, unë nuk kam gjetur, unë nuk e kam iden ku mund të gjeja familjen. Sa lek bëna atë ne, unë nuk e kam iden. Po si arritet jam e fjen e flokut? Se ti po ruan fjen e flokut të kësaj shtetase italiane që dyshon se mund të jetë shqiptare. Po. Ja more nga krëri? Po. Mund të jetë kreur dhe çupat e sajta, mund të jetë kreur, po që është krëri i saj, në banjë vajta e mora. Kur rinte çupa lart. Po në këto 6 vite ke nuhatur diçka tjetër, pra ti dyshon se ata fshehin diçka? Per mua po, s'kishte arsye të më thoshte mua che nascondo. Tu che nascondo con questa telefonino. Që do thotë çfarë fshihet ti në telefon? Çfarë më shen që unë nuk i bëja dot, nuk mund se ti bëja dot një foto. I kam bërë në profil e kështu, po shumë pak. Ishte e pamundur. Pra ajo të ka nuhatur që ti diçka po bëje. Ke vënë në rrezik. Po, ishte e pamundur. Ajo vetëm që është të bëni kur hante me neve, se ja hipni siprit e kupton dhe i rrini gjoja për fëmijët e i trazoni muhabetet e hiqin në mendjen edhe mundohesh ike hani për jashtë, do me thënë, si të them, ishte pamundur. Rrallëherë që ajo të ulesh të hante me neve aty me gjithë të shoqin ose kur vinte vetëm. Por ti nuk e more asnjëherë guximin ta pyesje nënën e saj që e ke të birësuar, nuk e pyete? Më bëno një gjë, janë Terezit, po ata janë familje. Jo. Absolutisht jo. Kur themi janë familje, ç'a familje ishin në Milano? Ata janë familje të kamur. Kupton? Dhe vetëm këtë vajzë kishin? Vetëm këtë vajzë. Dhe kam bërë një gjë tjetër. Ajo shet ka një dyqan që bën çanta vetë, fustane, gjoja kështu në ato tipi fundit, ajo, kur nuk e kam parë vajzën e saj që ta hedhi në telefon. Kur? E kupton? Ja futur disa herë se unë s'kam as Instagram, por që ta hedhi vajzën, nuk e ka hedhur kur. E kupton? E qartë, nuk e ka postuar në... Nuk i bësh një Jo. Do të ta jap unë dhe emrin e saj për ta shikuar. Unë nuk kam në ato që të shikoj, e kupton? Rrite sociale. E dashur, ne numrin e kemi të njëra tjetrës tani, ndoshta në privat mund të flasim dhe të takohemi, do flasim dhe me nënën e Julianës, unë uroj që t'i het Juliana, po më duket pak e pabesueshme. Ajo kishte Juliana duhet ta ketë në 6, ajo në 4. Ka moshën e Julianës. Prandaj dyshon që mund të jetë Juliana. Kërkonte një ditë lart, një ditë poshtë. Më thënë, janë ca indicje të vogla, mua më qojnë atje. Dhe që nuk e linin të kontaktonte dhe të bënte muhabet sidomos me neve, nuk ishte shans me mua. Pare. Vetë me pyeta njërë të shoqin qa punë e bën, janë policista. Ndërsa kjo punonte... Kur i thash një rëfaj, po ti, Alesja i thash unë qa punë e bën, unë punoj ta në një kështu, tha. Por që të kishe kontakti afroshe, ato rrinin gjithmonë, e parasysh Shqiponja si rrik shumë bitë, e pa mundur. Po të futshin të dy ata, i rrinin a mbrapa, nuk të shpjegoj do se si. Unë sigurisht të falenderoj që më telefonove, ma dhe këtë informacion, do vazhdojmë në ditët në vijim, pa tjetër që do lëmë një takime nënën e Julianës dhe me ty së bashku të flasim nga afër, lutemi që t'jetë Juliana, uroj, ke bërë një punë të guximshme, e ke ndjekur kur i ke marrë fjet e flokut, të ka shkuar mendja. Unë uroj t'jetë vajza, i kam foto në telefon, në blokun e martesës së saj dhe kapet shumë mirë se ku qyshtek, e kupton? Uroj t'jetë ajo.
E urojmë dhe Sepse lutemi. shikoj në sytë e saj një përhumbje shumë të madhe, po ta shikosh në sy është si komplet e përhumbur. Nuk e di. Kjo është mendimi im. Mendoj se ai Floku nuk besoj që të ketë ndonjë problem se kanë kaluar fjala bie 2 vjet. Jo, nuk ka lidhje, s'ka lidhje. Floku mund të kaloj dhe 10 vjet, bëhet analizaja ADN-s. Mirë, do mbetemi në kontakt. Dhe unë të falenderoj që më mori. Të përshëndes dhe të falenderoj. Regjistro këtë numër këtu se ai s'para ka. Pa merak, faleminderit. E dëgjuam këtë informacion, por ende nuk jemi të sigurt nëse kemi të bëjmë me vogëlushen që kërkohet apo është një tjetër histori. Gjithsesi me zonjën Lam takim në ditët në vijim, ajo aktualisht jeton në Itali, Lam takim me nënën e Julianës për të folur nga afër, për të mësuar dhe atë analiza DNA-je për atë fije Floku që ka mundur të marri nga krëri i kësaj vajze që dyshohet që mund të jetë Juliana Hoxha, por në punën time investigative ndër vite nuk besoj që kemi të bëjmë me Juliana Hoxhën. Mund të jetë një tjetër histori, zonja thjesht ka ngritur disa dyshime nga ato biseda që ka dëgjuar në këtë familje italiane, por e vërteta nuk dihet. Unë uroj që të jetë Juliana, por prap nuk besoj që kemi të bëjmë me Juliana Hoxhën dhe nuk dua të dezi dritë jeshile një shpresë për një nën që ka vite që e kërkon. Ne kemi lënë një takim që ta realizojmë, uroj që ta çoj deri në fund. Por gjej rastin këtu në live me Odetën, duke ditur që besnikët e emisionit pa gjurmë e ndjekin pa gjurmë, e ndjekin live me Odetën, i njohin mirë historitë e humbjeve që unë trajtoj çdo ditë. Kushdo që mund ta njohë këtë histori, mund të marrë guximin qoftë anonim pas 34 viteve, të më kontaktojë në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Ju falenderoj dhe juve miq që qëndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish nesër live ora 10 me një tjetër histori, por nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, keni dhe një eksperiencë të bukur për të ndarë, mos hezitoni të më kontaktoni në numrin tim ose të më shkruani në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe ta abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim ku çdo paradite jam live me ju me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni. Takohemi nesër me historinë e radhës. Deri atëherë mirupafshim.